Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se keni ardhur në promovimin e librit tashmë të njohur Jugoslavia Shem dhe Trepç, të shkruar nga Ana Dillajo. Është kënaqësi t'ju kemi sonte këtu. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar fillimisht edhe për historinë e Trepçës, për në botë Trepçën, një emër të madh që është njihet edhe botërisht. Po kisha shfrytëzuar rastin të falenderoj të gjithë ata që janë ish punëtor Trepçës, po ata që punojnë akoma në Trepç, të falenderoj që kanë gjetur kohë me ardhur këtu edhe me pasur këtë mbrëmje. Njëherët dëshirojmë të ardhë gjithë të pasuesve të institucioneve si nga Komuna e Veriut, po ashtu edhe nga institucionet në nivel nga Komuna e Jugut, për pasues të organizatave qeveritare, si dhe qytetarë të ndryshëm që diku ka lidhjen me Trepçën, mirë se vini edhe po shpresoj që sonte do të kalojmë një natë të bukur me një urim të reja mbi historinë e Trepçës, mbi librin në fjalë dhe mbi atë se si do të keni mundësi dhe të shtrojmë pyetje ndaj autores. Për shkak të gjuhës, ne do të bëjmë komunikim në gjuhën angleze me zonjën Leljo, në mënyrë që të kemi një komunikim, pastaj do të na përkthehet dhe të kemi mundësi që të marrë përkthimin nga kolegu në këtanë. Zonja Ana, mirë se erdhe, welcome in Mitrovica. And thank you that you brought us together for this amazing story about Trepça. My first question is because I was young, I was maybe a teenager when this strike of Trepça happened, but somehow your name kept in my mind. Maybe you were a journalist, I don't know, back in the time, or I don't know what kind of role you had, but your name somehow was always in my archives, let's say, in my mind. So I would like to know what was and how you were involved in Trepça story, and since which year, and where was the beginning of you with Kosovo and with focus with Trepça? Okay. Faleminderit shumë. Unë jam shumë nderuar nga prania juaj, edhe sepse ju jeni qytetare të Mitrovicës, punëtore të Trepçës, minatore, inxhiniere, drejtore, edhe historia që kam shkruar në këtë libër është historia juaj. Edhe unë shpresoj që do t'i gjeni verat juaj në këtë libër. Edhe tash vazhdoj në anglisht, sepse po mund të flas shqip pak, apo unë flas ngadal me shumë gabime, edhe është më mirë që unë flas anglisht. So in 1989, I was in school, in graduate school, so I was not involved in Trepça. In fact, I didn't know that Trepça or Kosovo existed. Okay. I only discovered Kosovo in 1999 when the war started, because I saw the refugees who were coming through the border at Murina. On TV, I was watching CNN, and that made me want to do something and come here to, not as a journalist, at the time I was a journalist, but do something. And I went to work with the UN, WFP, and I was in the camps in the Kukas with Aitene and somebody, Abdullah, they were in a tent next to mine. Atëherë sot realizojmë me pyetje anën se kur është hera parë që është përfshi në Kosovë dhe në Trepçën. Ana po thotë që në vitin 89 kur ka ndodhur greva minatorëve nuk ka ditë që ekziston Trepça ose Kosova. Në vitin 99 gjatë luftës kur ka pas refugjat dhe ka marrë vesh për refugjatët, ka dashur në ardh në Kosovë jo cilësinë e gazetarës, por me bëu diçka dhe me ndihmu. Dhe ka qenë kampet Kukuksit, ku I ka taku dhe zotrin Sadria dhe zonin Ajdin, nëse So Trepça for me is a new interest, even though in 2000 I was here and I visited the mines, and they were I was very shocked to see how the mines were abandoned
and they look old, like they belong to another era, and they were very interesting to me. But I didn't think about Trepča until I started thinking, worked a lot on the history of Kosovo, and I thought that there are 3 events that are very important for Kosovo. 1989 Trepča, 1998 Prekas, 1999 NATO intervention. They define the recent history of Kosovo. Do të thotë në vitin 2000 ona ka vizitu minierat e Trepçës dhe ka pa që ka qenë shokume se kanë qenë të braktisura dhe janë tokë shumë të vjetra. Përmandej duke studiu është ngjallë interes për minierat e Trepçës për shkak se kjo mendon që janë 3 ngjarje shumë të rëndësishme. Viti 89 greva minatorëve, viti 98 Prekazja dhe viti 99 përfshirja e NATO-s në luftën e Kosovës. Then there was, so I thought that Trepča was important. The strike and the protest, the march, the protest and the strike were important because I thought that this was really the beginning of the end of Yugoslavia. Then a few years ago, Kosovo Oral History, an organization that I helped found, and Forum ZFD, Kora Bekasnici, here it is. They started researching Trepča and interviewing the protagonists of those times, of those protests. There was an exhibition in Pristina organized by Kosovo Oral History and Forum ZFD. And a lot of materials was collected. And last year they asked me to write a book in Italian. I'm Italian. Before I was American, and I wrote this book in Italian. Atë greva minatorëve, ana ka konsideruar që është shumë e rëndësishme për shkak se sipas kësaj greva minatorëve është fillimi i fundit të Jugosllavisë. Dhe para disa viteve iniciativa për histori gojore dhe Forum ZFD kanë filluar me I hulumtu minatorët, cilët protagonistët jo veç minatorët, por krejt njerëz që kanë qenë përfshirë në grevë, edhe është pyet për me shkruaj një libër në italisht, sepse ana fillimisht është italiane për as me qenë amerikane. And I was very happy to write the book in Italian because in Italy they have not understood yet what happened in Kosovo and in Yugoslavia, because Yugoslavia has always been a model for especially the Italian left, beautiful country, great democratic socialist countries, and I always try to tell them that it wasn't exactly like that. There were some problems in Yugoslavia. So I wanted to write the book in Italian, and as I was writing the book, I came across the work that Luzin Hoti and Arsing Sanolli and Stadarte and the university have been doing, also collecting all those interviews. So I said, well, there are all those interviews. I want to write a story. I want to combine these interviews in a story that could be read by everyone. It's very hard to read 100 interviews or even 30 interviews. It's easy to read a short story. Ana ka qenë shumë e lumtur me shkruaj këtë libër në italisht, sepse njerëzit në Itali nuk është e dinë shumë për Kosovën, edhe majtestët italianë në fakt mendojnë që Jugoslavia ka qenë një vend shumë I bukur, por që nuk është ashtu. Dhe para disa viteve kjo ka pa një libër cilin ka qenë duke e ka shkruar Lulzim Hoti me 7 orte, edhe kjo ka thashë që me kriju një historie të u bazuar çdo intervista, sepse mendon që nuk I lexon kërkosh 100 intervista pandor, edhe është ma lehtë me lexu këtë në formë të një historie të vogël të shkurtër. And for the first, and so this is the first answer, but I want to say one thing. You see the title, Yugoslavia, Ušćemne Trepče. This has been suggested to me because when I started reading all these interviews, there was one thing that Ibush Yunusi said, the director, technical director of Sanitar, that was very, they caught my attention. And maybe we can read it. Yeah.
Titulli Jugoslavia u sham në Trepç është sugjeru Ana, sepse ka lexuar diçka që I ka mbetur në mendje nga I Bush Jonusi, drejtori teknik I Trepçës. Edhe kjo është pjesa e intervistës e cila I ka bërë përshtypje. I Bush Jonusi thotë se më kanë pyet shumë, a është arrit, efekti është arrit. Efekti grevës është arrit. Dhanë ndërheqjes, efekti është arrit, sepse është shku synimi në vend. Edhe po, jemi dëshmitar të asaj kohe, edhe pse prej atij momenti gjithçka ka ndryer në vazhdimsi te Kosova. Se ju ka dhënë goditje më të fortë greva e minatorëve, ju ka dhënë ish Jugosllavisë. Fillu minatorët mas leximit të atyre ndërheqjeve me dal, që ka qenë e tmerrshme me po. Edhe ka qenë e rrezikshme me met pa të pame. Megjithatë, pasoja kalon, gjurma shëndetësore kalon të gjithë, po mbi të gjitha edhe një herë po them është arrit efekti. So this was important. Goditja më e fortë ndaj Jugosllavisë. Po. Edhe mua më la përshtypje titullin, me që gjithë në Mitrovic, zakonisht në Kosovë, e kemi ditë kështu brenda diskursit si shoqëni, kemi thënë çdo herë që Jugosllavia është qa në Trepç, ose Trepça ka qa Jugosllavinë, se e ka shëm. Edhe kur e kam pasi titull, ka shumë mirë që më në fund e kemi edhe një titull, një libër, me njëjtin mesazh, me njëjtin qëllim, me njëjtin thënie që Jugoslavia është shemb në Trepç. Kjo normalisht që na bën kënaqur secilin për neve, sepse diku ka prej kësaj nën toke kemi ndiku politikisht, e aq më shumë kontributi më të madh kanë jepur minatorët, edhe shumë mirë bërat shkallëzimin që thatë Trepça, Prekazi, NATO, që ja keni kthy peshën meritat e minatorëve të cilët për një kohë gjatë thuj se janë harruse, sidomos mas luftës roli minatorëve ka shumë është lanë harres. Kështu që deshta mi pyet për me arritë te ky libër, sa kohë ju ka marrë dhe çfarë burimesh tjera keni marrë, çfarë lloj burimesh tjera, what kind of other resources, yeah. Okay, well, I think now I know the history of Kosovo. I read many books. I know I've been here for 25 years. Kërkoj fjale që nuk plas shqip më mirë apo që më bon. So I know the history, so I had the context. But I also read a very good book by Aziz Abrashi and Buran Kavaja, Epopeja Minatorëve, published in 1996. But it contains a lot of documentation that was very helpful. But everything in this book comes from the interviews. Not just the miners, not just the engineers, but also other people. There is Valdete Idris in this book. Because we interviewed Valdete for another project, women, leaders, women. And so I knew her story, and I knew that she was a daughter of a miner. And I wanted to give also the context of what does it mean to be a miner. And there is a chapter in this book that is titled Famiglia në Miniere. Atëherë ana kur ka filluar me shkruaj librin, vetë se ka qenë e njohur me historinë e Kosovës, sepse I ka kaluar këto 25 vjet. Gjithashtu ka tokë ndihmuese një libër I Aziz Abrashit edhe Burhan Kavajes, Epopeja Minatorëve. Por burimet kryesore për librin janë intervistat të cilat I kemi realizuar. Një ndërtove zonja Valdete Idrizi, e cila Neziri, Idrizi, cilën e kemi intervistuar për një projekt tjetër, por baba I saj ka qenë minator dhe është një sektor në libër Familja në Minier, cilën e përmendi Joana. Famiglia në Minier. If you can read. So when we're trying to describe what it was to be a miner, miners were always going home covered in black, dirty ashes. This is Valdete. Kjo është pjesë e intervistës me zonin Valdete. E kujtoj se njeri ka qenë shumë si çokollatë, me plumën e kështu krejt. Do me thonë një farë
Edhe I thëshim, o pap, ko ke bo si çokoladë. Edhe tani thajke, hajde bro, gjithë më thajke, se kom pas qef krem me çokoladë, e thajke, ani bro ty takona, hajde me puth. E di që qashtu e kom puth, edhe thash po. But also there is more here. There is also the description of the danger, of the incidents, the deaths, the wounding of miners. It's very sad, but it's also very similar to other books, other stories of miners. This was the life of the miners. And I think it's important to understand it. That's why I wrote this chapter on the life of the miners, to understand why the strike was important, why it was so strong. Only miners could be together in this solidarity in difficult circumstances, 1,300 of them in the mines. You could not keep 1,300 students for 8 days without food or without in the mines. You couldn't keep 1,300 professors. You couldn't keep 1,300 workers in other factory. The unity, the solidarity, the strength, the resistance of the miners really was also based on who they were. Për gjithashtu, ka edhe ma shumë, aty përshkruhet edhe rreziku e incidentet që kanë ndodhur në minier, edhe mendoj që është e rëndësishme sepse vetëm minatorët kanë mund 1.300 minatorë me ndajt të mbyllur për 8 natë, nuk kanë mujt 1.300 studentë ose 1.300 profesor, edhe kjo tregon shumë për unitetin, për solidaritetin cilën e kanë pas minatorët me njëri tjetrin. Anna, you mentioned that you had a lot of interviews, a lot of resources, and is there any specific story or character, or Yes. person or whoever that is significant for you, like that you really love as Yeah. like to share it? I really love all of them. So for me, it's difficult to say I love this better because I really love all of them. I love Boran Kavaya, and also I met him person. Who doesn't? I love Boran Kavaya, especially when he's talking about who organized the strike. Because at the time, everyone said nobody organized it because it was not. It would have been bad to call an organizer, would be targeted by the Serbs. So now you can tell us who was the organizer. And he says, I don't like being a Bayraktar. The Bayraktarism is a problem for Armenian people. So it's better not to talk about Bayraktari at all. E pyetje zotërisëm nëse ka një histori ose një person specifik që e kishte veçuar Ana, thotë që I don të gjithë, por e don edhe Burhan Kavajën, I cili fol se kush e ka organizuar grevën. Edhe në atë kohë nuk është përmend kush e ka organizuar, nuk kanë thonë që ka organizator për shkak që I shkon target më specifik I Serbisë. Edhe Burhan Kavaja thotë që nuk ka qef nuk kon Bayraktar, nuk pëlqen Bayraktarizmi. Unë më shumë refimi. Avni Uka is my favorite, one of my favorite. Avdi. Yeah, Avdi Uka is really, really funny. So in the list of the demands, the Kerkesa, there is also the proposal to have the UN consider the situation in Trepča. That was Avdi's idea. And so people said, are you crazy? I mean, the UN is not going to talk about Trepča. And he says, I translate like this, and he says, I know, I am a minor, I'm not educated, but I'm not stupid. I know that the UN will not deal with Trepča, but still want to put the issue of Kosovo and Trepča on the international scene. Atëherë një pjesë e intervistës me Avdi Ukën, ai përmend kërkesat që I kanë bo minatorët edhe një ndërtohesh që me përfshi edhe Kombet e Bashkuara në këto. Ata I kanë thonë krejt që nuk kam marrë Kombet e Bashkuara me këtë punë, ai thotë që e di, nuk jam
edukuar profesionalisht, por nuk jam budalla, por është gjithashtu mirë që me shtiket problem në skenën ndërkombëtare. He says a man come. Man come. Men come. Man come. I have a brain. I have a brain. Come. I have a brain, and this is also this is really particularly important because very often the history of history is made of leaders, kings, presidents, heroes, but regular people are not part of history many times. And people are always surprised when someone simple does something important. If you can imagine, I was thinking about Kosovo is not unique. I always think Kosovo is like other places. And Rosa Parks, who was the black woman who refused to leave her seat in the bus and go to the back, was a seamstress, was a simple woman, but she also was not stupid. And she was able to do something very courageous, understanding that was all planned, understanding what she was doing. Ana mendon që kjo është shumë e rëndësishme për shkak që historia nuk bëhet vetëm prej njerëzve që janë presidentë ose që konsiderohen mbaj, gjithashtu prej njerëzve të thjeshtë, po më marr shembull Rosa Parks, e cila ka qenë një grua zezë në Amerikë, e cila në kohën e segregimit, mendoj, ka refuzuar me u çu prej autobusit përpara ulsës edhe me dalë mbrapa, ka qenë rrobaçimse, po ajo gjithashtu si Gravdyuka nuk ka qenë budalla. Mursel Haziri në kohë atë. Mursel Haziri, minatorë Trepçës, kur ka një dialog me Stipe Shovarin, kur thotë se Shovari do përse keni shku këtu që thotë me kërku ndihmë ndërkombëtare, thotë po a shkruan manifestin e Partisë Komuniste që proletarët të gjitha vendeve të botës bashkëbahen. Po, Sa i ka qenë Stipe Shovari ka qenë kryetari i Lidhjes Komuniste. Është një kapitull i veçantë këtu për Shovarin, vizita Shovarit. Edhe besoj që nga përfshi po. Sa kohë ka marrë libri për me përmbledh me votu, do të keni pas për kraje Kosova, po vetëm kështu nisëm. Okay, I always forget to say this. This book is published by Kosovo Oral History and Forum ZFD, but Kosovo Oral History puts a lot of work, but doesn't put a lot of money because we don't have money. So big support from Forum ZFD, which I thank very much. Support, financial support, and other types of support. Very good. Sa është tirazhi në italisht? Në italisht është botuar nga Prospero Editore. Sa kopje? O sa nuk li. Unë shkruaj, nuk se. Shpresojmë që libri do të botohet tash është në italisht, shqip dhe shpresojmë ta kemi në anglisht. Shpresojmë në çfarë në afër. Po. Kush është përkthyer në shqip? Përkthyer në shqip është Majlinda Bregasi. Nuk është prezente, po di që ka qenë ndoshta në Trepç një javë më parë. Është përkthyer nga Shqipëria në zgjoj. Kështu. Me që libri, për shkak se libri është shumë i rrallë për mënyrën se keni trajtu, a e konsideroni më shumë një libër poezojna me qasje gastareska, po antropologjike, qysh keni qasë më shumë? Kjo është histori gojore. Histori gojore nuk është metodë, është it's a science, it's a field. So it's history based mostly on oral sources, so interviews, but not just oral sources. So there are other sources here. But so this is oral history. Oral history has a dignity of its own. We don't do anthropology, we don't do sociology. And politics is everywhere. It's like every field has politics in it, so of course this is political. Yeah. And I have another story though. Okay. If you allow me, I have a very funny story, it's my favorite. Ramadan Jaloshi. He was 26.
He was 26 at the time of the strike. But now I'm talking about the second strike, the strike in October 1989. So most people were fired. Abrashi, Kavaya, and others were in jail. They hired only a few people. Ramadan was one of them. 64 miners decided to go on strike. But they were not going anywhere. It was already October. So after the fourth day, they were desperate, and Ramadan and two friends decided to blow up the mine. They said, well, we know where the explosives are. We're going to get the explosive and blow up the mine, and we die with the mine. So they go. They are at the 8th horizon. They go to look for explosive, like hot-headed young people, and they meet someone from Prekas. He was a 50-year-old miner. He looks at them and says, where are you going? We are going to blow up the mine. And he says, well, wait a second, let's have a smoke. So he has some pieces of cigarettes in his pocket. He pulls them up, he opens the cigarettes, then he rolls back the tobacco in some piece of paper. And he says, and they have 2 puffs each. And at the end, he says, so think about it. Think about the explosion tonight. And Ramadan Jalosha says, oh, okay. And they go back. Who knows I love what this kind of story. cigarette it was? Ona dashur me të bua dhe një histori tjetër që I duket që shkakon me Ramadan Xheloshin, I cili ka qenë 26 vjeçar në atë kohë. Edhe ka qenë greva e dytë që ka ndodhur në tetor, në atë kohë shumica ka shumë nga puna, Burhan Gabaj dhe të tjerët kanë qenë në burg. Por kanë vendosur 64 minatorë me dalë në grevë, edhe mas ditës 4 janë lodhur, s'kan ditë çka me bëu dhe kanë thonë që hajde ve eksplodojmë minierën. Edhe kanë shku në horizontin e 8, kanë ditë ku janë eksplozivat, edhe aty kanë takuar një minator 50 vjeçar nga Prekazi, I cili ka pyet çka jeni të bëu, ata I kanë treguar planin e tyre dhe I ka thonë, "Okej, pritni veç pak, ta pijmë ka një cigare." Edhe I kanë pi krejt nga 2 tima dhe I ka thonë pritni, mentani veç pak. Edhe ata kanë thonë, "Okej, sonte lëvendojmë" dhe kanë kryer se kanë eksploduar minierën. Kanë pishmën. What would be the message that you would love to have any reader from this book? Let's say any international reader. What would you love to take at the end? Local. I dedicated this book to the younger generation. So the dedication reads Brezi Teri, që ta kuptojnë me krenari historinë e tyre. Because I also teach at ALK, I realize that young people don't really know the history of Kosovo. I know better than they do. And I want them to be proud of many things that Kosovars did, but this is a particularly, you mentioned Krenari at the beginning, this is a particularly proud moment because the point of this book is also that if the Yugoslav leadership, the communist leadership, stopped Milosevic at that time, things would have been different. So maybe we wouldn't have to go through a war to split up Yugoslavia. And it's a teaching for us to now, if nobody stops Putin, or Trump, but Putin at this moment, things can only get worse. There was a moment that Milosevic could have stopped. It's clear in the book the cowardice of Stipe Šuvar, the incompetence of Djadjevic, that then wrote a memoir later saying, "Oh, we tried to stop Milosevic, they didn't." And I think that that's important to know also on the international, from the international audience. By the way, the Americans didn't stop Milosevic either, but so that's something. Yeah, thank you. Zot redakcion e pyeti anën se cili është një mesazh cilin kjo t'i shtosh lexuesit me marr. Dhe kjo tha që është libri dedikim për brezat e ri, të cilët duhet me mësu më shumë për historinë e Kosovës, cili kjo gjithashtu ligjeron në AOK, edhe mendon që kjo është historinë e Kosovës më mirë se të rit atë. Edhe që do me thonë veçanërisht
për këtë moment duhet me qenë të rritë krenare për shkak se nëse ishë ndalë Miloševiqi në vitin 89, atëherë shumë sane kishin shku ndryshe dhe në kishë pas nevoj me ndodhi lufta për me u nda Jugoslavia. So far, how were the reactions from the audience of people who saw the book, who read the book? Or did you got any impression? Well, in Italy, people who read it, first I gave it to my sister because I wanted to write a book that someone with some education but no knowledge about Kosovo could understand. Because I wanted to write a book that people can read, and she read it in one afternoon. And other friends read and said, we learned a lot, we didn't know anything about this. And it was easy to read. So I had this reaction and people liked it. I'm gonna have a big presentation of this book when I go back to, the Italian version, when I go back to Italy in a place called La Casa della Memoria, Spie Cutesis. And here, people have read, I gave it to all my students, yes, 2 days ago. And one student told me today, I loaned it to my uncle. He loved it. He wants more books from you. What else did you write? So I think when people read it, I have positive reaction. This is my goal. That people read it and understand the politics and the stories of the miners, and it's a pleasure to read it. It's not an academic book. It's not boring, hopefully. Thank you. Zë me pyetje se deri tash çka kanë qenë reagimet prej njerëzve që të kanë lexuar librin. Edhe ona tha që për mas parja ka thonë motrës saj, sepse ka dashur me lexuar dikush që nuk ka shumë dije për Kosovën, dhe i ka thonë që ka qenë një libër shumë i lehtë për me lexuar. Gjithashtu për aty dytja ka shpërndarë studentave të saj, edhe njëri prej tyre ka thonë që e kryta librin edhe e këmbon gjagjë tam, edhe ai ka thonë që i ka pëlqyer tepër shumë edhe çka ka libra tjetër prej Ana Dillavjes se të mundet me i lexu. Edhe kjo është qëllimi i saj që me u kuptu politikat asaj kohe gjatë, po gjithashtu mos me qenë shumë akademik libri ose boring. So is there any new project or plan that you are working either about Trepča or about Kosovo or anything about that's not necessarily related? Now, I have a new book that I'm very proud of. It's coming out in May 2025, so in a few months. It's in English only, and it's called The Strongest Link. Halka Mai Forte? Mai Forte? Women. And it's a horror history of 20 women who were raped during the war. I've written it with Valentina Kraja, and the book is published by Oxford University Press, which is a very prestigious publishing house. And I'm happy for me because I am vain, but I'm really, really happy because a prestigious house, a publishing house, will give more visibility to this issue of sexual violence during the war in Kosovo, which outside of Kosovo is completely ignored and minimized and denied. Planet e ardhshme të Anës janë që ka me votu një libër mas 2 muajve që ka shkruar me Valentina Krajen, përfshin intervista kojore me 20 gratë të cilat kanë qenë viktima të prodhimit të gjatë luftës në Kosovë. Ka me qenë votuar prej Oxford Press, University Press. Edhe është shumë e lumtur me këtë fakt sepse si shtëpi votuese prestigjioze ka me dhënë duke shmëruar më shumë librit. Edhe është po mendoj dhuna seksuale në 99-ën ndaj grave shqiptare nuk është që dihet shumë jashtë Kosovës. Për më jap kohë të tjerë, ndoshta po pyetje, po vetëm për fund, për nga ana ime një pyetje, çfarë ka lidh me Kosovën kështu emocionalisht, ose është Trepča apo diçka tjetër specifike, ose çfarë është historia që
të ka marrë me vete në Kosovë? What is something special that made you connected to Kosovo? Any story or something that you felt in the process while you were researching? Well, I came to Kosovo for the first time in June 1999, June 13. But I already knew some refugees, friends here, that I find a great connection with them because honestly, Italians and Albanians are the same people. If there was a direct flight from Rome, it's just 1 hour. We're on the other side of the Adriatic. The more I knew about Kosovo, the more interested I became. Also for me, the issue was, Kosovars have gone through so many crises, and they have to make decisions. How do we react to dictatorship? How do we react to repression? How do we react to against the war? What do we do? The choices that each of you had to make in their life and the previous generations. I am of a very, very lucky generation because I was born after World War II in Western Europe, and we have not seen a war. Well, our generation has never seen a war. You have had your share. And so for me, anytime I read the history of Kosovo and I work or research, I was saying, what would I have done in their place? And what I would do now if we find ourselves in some similar situation. So Kosovo for me is also a way of learning about myself and what I would do if I were you. Good. Ana ka ardhur në Kosovë për herë parë me 13 qershor 99, edhe pse ka njoftë disa refugjat. Dhe mendoj që populli i Kosovës kanë kaluar shumë kriza dhe është dashur me mendu se çish me reagu ndaj diktaturës, çish me reagu ndaj shtypjes, ndaj luftës. Edhe kjo ka qenë një gjenerate fatbardh, sepse kur ka lind kjo lufta e dytë botërore në Evropën perëndimore veç u kry, edhe nuk i ka rënë me përjetu luftën, por njerëzit e Kosovës e kanë përjetu. Edhe kjo shpesh e gjej vetëm tu mendu se çysh kisha reaguar, çka kisha bërë nëse kisha qenë në këtë situatë. Edhe përmes Kosovës gjithashtu mëson edhe për veten. And the final question, do you think that we have a story to make a film? Yes. Internationally? Yes, I think we have a film in this book. Majlinda Brigasi, the translator, when she was translating in the middle of it, said, Anna, there's a film here. Because what I did, I wrote less about, I wrote less as the writer, as the historian, and I let people talk. So all the text comes from interviews. And so you already have basically a script in the book. Good. Ana mendon që mund të bëjë një film nga libri dhe Majlinda gjithashtu përkthyesja e ka thonë kështu, edhe më thanë që nuk e ka shkruar librin si shkrimtare dhe si historiane, por i kalon intervistat me formu historie. Atëherë kisha pas qef pyetje nga audienca, kurse që do më shtu pyetje që e keni jetën atje nga. Ana, mas pari, jo si gjenerata e re, po se mesme, që pe llogaris vetën, na gjenerata mesme ta e çmojmë shumë çfarë të bëjmë për Kosovë. Faktin që ke ardhur si mas pari si humanitare, ma ne ke punu për UN, për KPM, ke mujtë me na harrusi 99% njerëzve, edhe me përdor Kosovën me mani rrugë, me shku të shtëpia jote, edhe me hangër pasta bukra në Itali. E te po vjen edhe po studion minatorët e Kosovës, faleminderit, na ta dim për nerë. Që çka jetu boj, jetu marrë me në temën tonë, edhe jetu ja përcjell gjeneratave tona të reja. Që menojmë për vendin tonë, na kur e bojmë, është normale, është këgja e zakonshme me studiuese se kene bo, kështu që po duhet paragje dhe në falenderu që e marrë këtë temë një, që vjen këtu nuk metër veç Prishtinë dhe promovu librin që e kisë shtatarten, falenderit që e keni tira dhe që vjen dhe një Mitrovic edhe folë për këtë libër. 2. E treta që kam da për shtypje, ma interesantja që e the, është kër ki lexoj intervistat, boj intervistat,
pse të kam panë këta minatorë, pse na, edhe unë vazhdimisht edhe në ndërtimin që jemi të i bo për muzeun tonë Recording House, që ta e kom shru pyetje kryesore minatorë që në gjallë, që shura njëse juve, njerëzve ma të gjurë, ma fukara, ma të përbujtën, punën fizike ma të ranë, katin e 13 në tokë, në vend të asaj që është qujt elita intelektuale në atë kohë. Pse mësë me bo profesorat, studentat, që me gjitha te i kam pas punë ma mirë se minatorë. Edhe njërën për përgjigjeve që e ku marë, është diçka që nuk e thete, po më interesën atë karat, ty që kjo përgjigje. Kur i pëtëm na me një ngjarje që e bom me 3 minatorë që i kemi fotografit Hazirekës, që është fotografia qendrore në muzeun tonë, njëni për të ne ka emrin Recep Rahmani, dhe është në Kosovë, njëni për atëne që ishte fotografi dhe ka marrë pjesë në grevë, pse jo bashkë e keni bo greva dhe diqe, pse jo e jo tjerë. Përveç të të elementi i solidaritetit. Unë që ka njiva që ato është që do me thonë këta është menu që minatorët përqohen shumë afshtirë. Krejt tjetë mujnë më përqohen, mundët me plesër via, një farë mënyre, po e përdori këtë termin sot, mundët me i bo presion edhe me nojë krejtën. Në një, minatorët të menu që s'munësh me i përqa, sepse mujnë me duru shumë, që to e kuptora pëte, po e dyta që ka nga nga ba neve, është që minatorët o menu që nevoj intelektual me dojnë grevë, nuk janë një fort e Shqipërisë për intelektualit edhe drejtat e intelektualve dhe shkollës. Edhe me dojnë studentët, kërkush një Shqipërisë është mërzit të shkolla Shqipe u nalem. Me mënojnë treqa, mënyrën që shka investigu ata politikisht, në mënyrë që ka thonë edhe ajë si mi budol, mënyrë shumë tjetër, ata rata neve, kena vendos na, sepse mënojnë treqa, i dhimke Jugoslavisë. Me mënojnë këtë sene tjera, nuk i dhimke, sepse treqa ishtë ma e madhe se këtë Kosova. Treqa ishtë në atë mënyrë ma e madhe, ma e rëndësishme për ishtë Jugoslavisë se këtë Kosova. Në qëto intervista që i ke bo, a ke mujt me kuantifiku këtë vërdicin, damin që ka, tash damin është jo ekonomik që është kaftu për 10 vishë, por në fund, ata menoj edhe one që e kanë arrit qëllimin. Në fund thanë, qëllimi ka qenë me tërhek vëmendje dhe shtypit Kroat edhe Sloven. Shumë ljap më kalorë që kjo përshtypje, që në fund me i dhimë Jugoslavisë, nuk i kishë dhimë nëse këshë ndojë studenti intelektualt, edhe dyta me e tërhek vëmendje në shtypit Sloven edhe Kroat. Edhe kjo ka qenë faktikisht që kjo greve ka marrë imagjinatën e krejt shtypis Sloven atë kohë, kujtohet çfarë mobilizimi patë më bo, qëto 2 vendet të cilat konsiderojshin që kishin media ma të lira se to të Beogradi. Do me thonë, o arrit qëllimi, ai që ka menu UN nuk e ka pas gabim. Qëllimi ka qenë UN-i, po bile para se s'ka një UN-i, ka një Slovenia, ka një Kroacia. Prej preskonferencave që ekzistojnë tash në arkivën tonë, është pikrisht vinë funksionarët e Beogradit dhe ish Jugoslavisë edhe i lutin minatorët me nol greva, sepse ekonomia s'bën më nol. Ata nuk thojnë se jo shqiptarët nuk keni drejta, minatorët keni drejta, po s'bën më nol ekonomia. Kështu që a mundesh me bo me na tregu për rolin ekonomik të treqës, sepse na në imagjinatën tonë, na menojnë që Beogradi u marru me treqë. Në imagjinatën tonë foljet për Kosova të punë, Beogradi të ndërtu. Në hulumtimin tonë ma të ftoft të një studiuse prej jashtë, qa ka qenë roli ekonomik i treqës në qatë kohë, nëse 1300 njerëz ka një grevë, sa punëtori ka pos, sa menojnë që ka kontribu në ekonominë e Jugoslavisë treqa, prej studimeve që i bole të ilustrate. I hope I understand. That was a speech. I think no, I think I understand.
Okay, the miners were okay. Question was short. I don't, I don't know exactly the in numbers the place of Trepča in the Yugoslav economy because I didn't write that kind of book, but it was important. Yes, it was important for Yugoslavia. It was important that Trepča wouldn't stop working, but. What the importance to think why the miners, you said, okay, they were solidaristic because they were united, they suffered, so they were, it's not just that, and they resisted more, and obviously all that is true, but I think if we put ourselves in the context of socialist Yugoslavia, in which the working class had a place in the imaginary of the society as the most important part of the society, because it was a country founded on workers, and the workers. So the fact that these workers showed unity, and it became the catalyst of all these other groups, students, intellectual, was also to the fact that workers matter more, and they knew it. I think the miners knew it, that they were important. They had a place in the not only in the economy, in the society of Kosovo and Yugoslavia, and also they were defending. This against, I have to quote Avdiuka. He said, well, we at the time, we were not, I don't care what the patriots say now, we were not against Serbs, we were against Serbia. We were against Serbia and we were defending our rights. We were defending self-management. We were defending verkmenagimi. We were defending the control of the enterprise, the control of the mine, and the control, also political control of Kosovo. So the leadership, so that's why they fought against, and they asked for the resignation. What else did you say? That's it. That's it. No, and I think it is another reason why I wanted to write this book in this, because often the historians of the end of Yugoslavia focus on nationalism. National. The Albanians were nationalists. They show Yugoslavia. Actually, something I wanted to read. There is the strike at Rakovica, the factory in near Belgrade. This was in Tetori, so it was November 1988. And they were the workers rallied, and they went to Belgrade. And there was a journalist that said something very important. He said they left Rakovica as workers, and they arrived in Belgrade, and they were Serbs. This is not the case of the miners. To me, this is very, very important. Again, Uka says that. So we were in the system. It was a socialist system. It's okay. We've been there for 50 years. They were not fighting. They were not fighting as Albanians. They were fighting as miners and as workers. Of course, they were Albanian. Nationalism starts in Serbia. It's not what was born in. It wasn't born here. It wasn't alive among Albanians. It was more of a reaction to that. I don't know if someone else would say. Thank you. Paraprakisht, nëse më kujtohet krejt, Ana tha që nuk e të sigur pozitën ekonomike të Treqës në Jugoslavi. Gjithashtu një pjesë e Avdiukës, e cili ka thonë që gjithashtu ka qenë një grevë minatorëve në Drakovic, afër Beogradit në 88-ën. Për ata kanë shku si minatorë dhe janë kthy në Beograd si sërbë. Dhe gjithashtu për Treqën, kur është studiu, është po prej një pikpamje nacionaliste, por nuk ka qenë veç ajo, ka qenë që ata kanë dashur vetë menaxhim, edhe Rights, equality. Të drejta, barazi. Dhe që s'ka qenë nismë nacionaliste, s'ka pas bëj me nacionalizëm. Kjo ka ma vonë, ka qenë pjesë, po s'ka qenë... Në fakt ka qenë, për mendimin të, sepse ka mbrojt autonominë, ka qenë përpjekja e fundit për me mbrojt autonominë e Kosovës, e cila u rreziku në atë kohë, kështu që në atë kohë nuk ka qenë nacionalizëm agresiv, po ka qenë
fond patriotizmi, më thonë që përmendroi të autonominë e Kosovës. Ajo ka qenë esenca e grevës minatorë. You understand me? Yes. E përgjithaj, zëvonjeni, që ka qëtë një gurit në themelin e historisë të Trepçës, e kur gjë ma shumë. Për me folë për Trepçën është një punë shumë më e madhe se sa vetëm një vepër. Por greva e minatorëve nuk ka qenë sociale, ka qenë fund e kry politikë. Dhe dia politike, kush i ka parapri, kush e organizar, a ka qenë faktori ndërkombëtar apo faktori i brendshëm, ku shqiptarët kanë rritë në zhvillim të edukatës, e cila andej është shpreh në mes të xhetarëve. Por me folë për fuqinë ekonomike, dhe të them veç pak, bruto produkti, në rast se merret me ditën e sodit, ka qenë diku rreth $9 miliardë. Mund është prezentu shkurt edhe njërish bëni komente se pyqe. Unë që ka shkru këtë liber, edhe në nga Trepca të kemi qenë të parum atë, dhe e kemi do në bëri që si haroj gorë. Esenca ka qenë kretet 86 veç filluar në Jugoslavit bëhen ndryshime kushtetuse, ku bashkë popullarët të mirë të drejta, që i ka posë. Dhe kështu lidhë me këtë zonin, lidhja ka qenë universitetit, studentat, Trepca. Kush me filluat me reagu? Orë mendimi që më i miri është i Trepcës, edhe bashkëpunim me studenta, edhe bashkëpunim me universitet, por i Trepcës është më i miri se kemë pas një besim që me reagimin e minatorëve, minatorët e Evropës edhe të botës, janë qashtu të lidhën me zveti, i lidhën për shkak të tokës, që do të reagojnë. Mas mire reagimi do të bëhet bazë Trepcës minatorët e Evropës, që do të bojnë ndikim në qeveritë e tyre, që drejta tona mos na mirën. Po për kundrazit, kalojmë edhe na si kur tonë popujt e Jugosllavisë atë në qënë kam. Prandaj këto është pak në mos më rrështje. Jo që se posë bashkëpunim. Bashkëpunimi ka qenë nivel të lartë në Kosovë, mes inteligjencës, mes studenta edhe minatorëve. Minatorët e kanë marrë një veti, të poshtë besimin, prapë që Evropa do të reagoj, minatorët e Evropës do të reagoj se kanë ata do instinktet veta në zveti. Minatorët e nërse njerës. A ka reagu? Por s'kanë reagu. Evropa ka qenë inerte. Minatorët e Evropës Kanë reagu. kanë reagu e tjera që më zetor, po, si qeverit e jemi njohën, ma ndesh shka ka ndorë. Kjo ishte ajo për të cilën të është me bisedu bashkë në këtë rast. Faleminderit për ata. Faleminderit për kontributin. And because I wrote this book for Italian first, I went to see what Italians did at the time. How did they react? Because at the time in Italy we had very, very strong unions and a strong communist party. So what did they do in solidarity with the miners? I went to the unions. The archives of the unions have nothing. Nobody remembers anything. They never wrote anything. They never intervened. I went to check the L'Unità, the newspaper of the Communist Party. There were some articles that were talking about the strike, and all the other liberal newspapers had stories about the strike because it was a big event. But the same newspaper, as a visit of Giorgio Napolitano, who's a leader of the Communist Party, he became the president of Italy. He went to Belgrade, he met Stephen Schuber, and then he wrote a statement when he came back to Italy saying we need to stand against nationalism and counter-revolution. So that's why I insist this was not a nationalist strike.
Because this is what Milosevic and the other Yugoslavs said. This is a nationalist strike of counter-revolutionary irredentist. It was a political strike, it was a social strike, it was a political strike, but it wasn't a nationalist strike. So this is the reaction in Italy of a very strong left and union, inclined society. So it's you were right, Mr. You were right. Europe did not react. Not even people who should have. Zonjana thot që ke të drejtë, edhe se kur ka filluar me shkruaj librin në italisht, kjo sfari ka kthyer se çka kanë bërë italianët në atë kohë, edhe ka shkuar në për shkak se kanë qenë ka pasur shumë sindikata, kanë qenë më komunist, ka shkuar në sindikata dhe në arkiva nuk ka gjetur kur gjë. Në atë kohë Giorgio Napolitano, cili ka qenë lideri i lidhjes komuniste, që ma vonë bëhe presidenti i Italisë, ka bërë një vizitë në Beograd, në fakt, u taku me Stipe Shuvarin, edhe pas vizitës kur u kthy ka thonë që na duhet me shtyp nacionalizmin. Prandaj ona insiston që nuk ka qenë kjo një lëvizje nacionaliste. Kemi edhe një koment po atje, zotërin nga sindikata. Ju përshëndes gjithëve, unë jam Galës Moni, jam minatur i Treqës, jam pjesëmarrës i gjitha grevave edhe marshët që këna shku në Prishtinë, edhe greves të mëllë dhe gjithane, pajturna me zotin Magjera që greva është që greva është greva parë e cila ka qenë greva e parë në histori që mohën ju për çështje sociale po grevë politike. Në mëllë minatur, çdo grevë që mohën në botë nikun, i kanë lyp kushte, i kanë lyp poga, kanë lyp gjitha këtu. Mirë, po kjo ka qenë grevë politike, e cila është po për me mbrojt shtetin, kushtetutën e 74-ës, për me mbrojt intelektual, profesor të shkolla shqipe, dëmohën gjitha këtu. Kjo ka fillu me 3 pika, masa ne shku dhe 15 pika. Dëmohën, ato pikat e pora veç dijen se nashta me i përmen gjitha, nuk po hivisht 3 pikat e pora kanë qenë dorëheqja e aty në njerëzve që kanë qenë lapin, kanë qenë mos bëhet diskriminim, mos këtë organizatur treqe. Basa ne u hi edhe pika e 13, e cila thët Kosova dhëtë me konë republike barabartë në gjitha republika në Shqipërisë. Këtu për grevën e modhe me furt, poshtë një gjohë modhe, këtu jenë dollë edhe libra, kanë qitë edhe njerëz tjerë, kanë qitë edhe Borhoni, kanë qitë edhe këta artistat e Mitrovicës, kanë qitë gjithë. Mirë po kjo libra që e kanë qitë ala, ne e falenderojmë shumë, kjo e ka një veçori, një veçantë, që të shtinë me ledzu titullin e Koqa Sesuri. Me konë ja 200 libra që të në bibliotek, unë e për mama që ato Ju jeni në libër. Ju jeni në libër. Faleminderit tani për kontributin, për çastin. Me full për grevë, unë e kam me full një, kisha me full një ashtan, një jo Në naturë të Treqës, gjoja me shtira është për shemë pse ke pyetja pse e kanë vendosur me hi në naturë të greve jo intelektuale. Në naturë të Treqës kanë qenë diku shtresa më e respektuar në shtet, edhe në popullor, edhe në shtet, libra ka punu edhe babalor, edhe babgjyshat ka punu në djepet. Ka qenë shtresa më e respektuar. Atëherë, kjo greva nuk ka qenë veç për minaturë organizim, kjo ka qenë edhe pak më fjallë. Gjoja me shtira është dhe ndihë me shtira me hi grevuri edhe më një kush e din qka me njëra, e din rëziku, qfa rëziku ka bin. Ka shumë njerë që edhe ata që kanë qenë nuk ka di qfa rëziku të drejtë. Mas ori ne kemë posë rrëmë në dorë të sërte. Kena posë ojdin dorë të sërte. E kena posë ashensurin dorë të sërte. Ashensuri është me o shpjeguaja lifti që të shuhet. Për pa posa e atje, 1300 vetë ngulfatën për një orë, me nërë orin, ata gjithë plasin atje. Kanë mujtë me morë smunje, se këtë nevoja fiziologike i kanë kry 1300 vetë, kanë mujtë me morë smuje. Mirë po qasë mirë po në organizuve, që vetë minaturët e kanë organizu, mirë po apet po thonë nuk ka qenë veç për minaturëve, ka qenë dhe për shtresave intelektuale, për njëzve më të dheqëm.
Tash, nuk e ka morë asisht Serbia në bërë Azervllasin e Lazar Krasniqi. Dikush nuk e dija, dikush Lazar Krasniqi ka qenë drejtori i ekipit në atë. Do me thonë, Lazar Krasniqi u betu që në rrinë s'kom jam lojë. Ajo ka rezikuar ai. Burhani Azizi, këta këtë që jenë konë këtë në bashkëpunim me punëtuar. Greva u organizu poshtë, po edhe u menagju edhe me si përfoqe. Është fati malë, po thamë, është fati malë që nuk ka duhet në një tragedi, nuk ka duhet se ka mujtë me në anorë rribën në shumë dhekë gjithë ati. Me në blokua shënësuar me meta ati, me në qitë do municion për i norti në shumë dhekë gjithë. Mirë po konë qa që me në gjume, që nuk do të nduhet më kur, mirë më nuk do të nduhet. Tash, në përmenet pavarësia Kosovës, do më deklindja pavarësisë, është e pamoshme të më përmet greva në natyrë. Këtu kanë qenë 3 gjonat kryesore, është kjetë se na kena luftu gjithë edhe ma herë, mirë po 3 gjonat kryesore që kanë sjellë pavarësinë në këtu. Demonstrata të rëdhenit në lypë republik për asojtuhe qira, njërës e në dhejë. është orë greva me natyrëve edhe ushtëria shtetë. Dhe më të 3 gjona, e pavarësisë të Kosovës. Na jem krenar gjenerata jonë edhe e babalorëve të ta gjenerata të re që jem pjesë bashkë i kësaj greve, edhe jem pjesë bashkë edhe kena mund një kontribut jashtëzakonshëm. Unë e kam lexuar shumë, unë duhet falenderoj onën, e ka bërë më dhe shtuar të bidin a ditë që ka qenë manifestimin në Trepçe, që orë edhe deri e kena prezentu as në natyrët nuk e kanë ditë kush është kjo. Mirë po na e kena prezentu edhe kena qitë edhe fjallën e ka morë, edhe ma kanë bu një pyetja dhe këtë libra për gjithë njëve se janë shumë të interesu me morë. Ma kanë bu pyetja është për gjithë tjera me morë. Edhe njerë ju falenderoj gjithë edhe onën shumë e falenderoj, edhe do pyetje edhe me natyrët mi kanë bu, dhe pse kjo italione edhe e ka shkru librin, edhe ata që decim për njëve që për jakit kontribut ka shtë marrë. Dhe më e kanë qasi pyetje bëjshë. E falenderoj edhe onën, unë e falenderoj edhe Korab Krasniqin, i cili na e kërkoro bledin kur iniciativa që i ka morë për 30 natyrë, që i ka morë në liber që janë emnat e tyne, ka qenë, po mbjerë tash mu pak për mes mëjë, pas po mbjerë mu lirë tukës. Ka pos me mu, edhe unë jakë mu këtë ta emna, që në liber jakë mu Korabit i mu me këta njerës duhet me kontaktu me ata njerës që janë bashkë pjesë pasë. Edhe Korabin e falenderoj që ka po për Trepçe, edhe onën, edhe gjithë ata që kontribuojnë për Trepçe. E falenderoj shumë dhe gjithë për shumë. Du më prezentu për hirë disave që nuk më njohin. Kjo është një zemër simbolike, e vogël e horizontit dhe. është durat për anën, shkaku i kësaj vite. E dëruar, nëse dikush më ka pyet atëherë, presion, kush e ka organizu grevë, nuk ta thëmë, minatorin. Po sot të më pyet prapë të minatorin. Edhe për një lutem, du me ta po një pyetje. Gjuhën shqipe e ke mësu për interesa materiale, apo pse ke dorë se ke të gjargjet? Falenderoj shumë, a deshte me vani mos të në po? Deshta me falenderu pas të më Së problem. Deshta donë për të mëni shrytje të punë për mu se deshta me të falenderu shumë po? është një zemër e vogël. Provo the sa do të është Çka minerale është? Kvarc. Kvarc. Bravo, së stajët. Unë mas pari lypa fjallin, po veç me falenderu shumë se unë gjithë të mike Kosovës, e falenderit që e mike Kosovës. Unë atë ditë që e kom marrë librin, në Trepçe që atë ditë e kom lexu me një fry. Edhe po du me falenderu shumë për emocionin që na ke. Edhe gjysën e librit e kom lexu bashkë me shtëpisë, me zonë. Edhe kur e pyeteti për këtë
a mundet më bo një film, unë e besoni të e lexoj kom pa krejt të personazhe, si kur bashkë bisedojshin, si kur që tu, se cili kom paramendu. Unë e kom pas 13 vjetë. Kur ka ndodhë, dhe me thonë, atëherë minjerë, edhe kur ka nërë zi krejt ka ndodhë të minjerës, në atë kohë edhe në kërë rëfim ka bo me qeshë edhe me qaj. Po krejt rëfime tjera që vesh i kisha dëgju, qëtë shumë u fresku, dhe me thonë, me endja njerit, që për i me mëni për i me për ledzu, edhe do është ta veç me të falenderu, edhe para një vit e gjysë ka qenë në vizitë të Mitrovic, gazetari parë sloven, që ka hy në minjerë. Ka një që ka po se emrin Ivana Mitriqaj, gazetari sloven, i pore që ka hy në minjerë. E ka orë tash ishte në pension, e po du në është atë që pyjtjeve ma herët që thanë, se tha unë atëherë, ka insistua, a i kishte orë rastësisht, këtu se ka shkru dhe liber për atë punë, po tha, kur kom shku, kur i kom taku mas pari minator, unë që atëherë kom di që këta ka në bërë shtete. Tha e kom pove dosmërinë e tyre, e kom po që s'mundet me thy kërkush. A i në ditën e dytë ka i greve, sa një pse kam pas tendencë më smelon heq edhe me mohu, dhe më thonë që është ka ndodhë, që që a i tash ishte në pension, kishte dalë për qef në për edhe Kosovë edhe në Shqipëri, dhe më thonë rajon, edhe ka qojtë si fëmija, kur ju kështë ishin krejt. Që që une, në shtadronë edhe këtë fëmijë tjerëve të minatorë dhe këta veç që jam këtu, jo rasisht kemi në shta që ka që të pasionum në shta, ose aktivista që dojnë venin për shkak që e kena qitë historinë që të lidhje me minatorë që lidhje me në tukë, që së mundet kërkush me shumë. Falënderit shumë vare, për fund... Dhe të rrëtë një midar zi, veç e rrëtë edhe me njerë maskut e midar një zi, nësë me levu për bëjt një njërë. Tash për fond veç një fjali për mbyllse, të ditë që Trepça shumë shpejt, për 2-3 vjetë besoj i bën 100 vjetë histori, 100 vjetë që e njohim histori moderne. Është mëse domosdoshme niset, inicohet themelimi i muzeut të Trepçës, një muzeu interaktiv i cili mundet me shpalos historinë e Trepçës prej themelimit deri te greva minatorëve. E në kuadrës cilët ky libër do të gjejë një vend veçantë dhe do të prezentohet forma tjera kreative artistike. Falënderit shumë për pasurinë që na keni dhënë. Ky është një kristal i vetëm i Trepçës që do të ruhet edhe do të mbrohet me krenarim. Falënderit shumë. Falënderit juve të gjithëve që keni marrë pjesë.